Në dytë do të flasim për një çështje krejt tjetër. Shtëpia e luftarit të UÇPMB-s dhe kandidatit të AK-s Naim Ramizi është bastisur nga policia sërbe. Ai ka cilësuar këtë veprim si presion politik që vazhdon prej 20 vitesh, ndërsa theksoi se gjatë bastisjes nuk është marrë asgjë nga banesa e tij. Por pse ndodhi kjo bastisje, do ta zhvillojmë një bisedë këtu në studio. E kemi sot të ftuar zotrin Naim Ramizin. Kënaqësi të jesh Kosova Today, zotrin Ramizi. Faleminderit për ftesën. Në fakt, ju bët kryeteme e portaleve ditën e sotme për faktin që ndodhi kjo bastisje, por para kësaj, unë preferoj që të flasim pak për historinë tënde, sepse natyrisht dukesh i ri në moshë, por herët ishe bashkangjitur në luftë, ke qenë në burg për 3 vjetë dhe duke marrë parasysh se shumë ish ushtarë të UÇK-s edhe zyrtarë tjerë të institucioneve të Kosovës sot po ndalohen nga Serbia, do dënim të dinim si është, çka ndodh në brenda dhomave të burgut atje. Atëherë, veprimtaria e mekanist thjesht unë thëmë një çerek shekull, tash e 25 vite përpara, kur unë kam qenë nxënës i shkollës mesme, domethënë ka qenë viti i 3 i shkollës mesme kur unë e kam lënë çantën edhe kam kapur armën. Në luftë kam qenë domethënë prej nëntorit të vitit 2000 deri me 25-26 maj kur edhe ka përfundu lufta, unë kam qenë ushtari Ridvan Qazimi të komandant Leshit, domethënë me vrasjen e tij dhe përfundon edhe lufta, nis një farë amnestie për ish ushtarët, një farë jetë normale, mund me thonë për sy e faqe, sepse ka pas vëzhgues. Kur s'ka pas amnestit vërtet? Vëzhgues ndërkombëtar dhe unë jam kthy edhe ju kam kthy shokëve shoqeve të shkollës edhe e kam përfundu vitin e 4, jam bo maturante dhe pasanej ka fillu survejimi ndjekja ku edhe jam arrestu në shtator të vitit 2003 edhe jam bajt për 3 vite më para burgim. Ku jam arrestu? Jam arrestu në kufi Serbi Maqedoni. Jam konë atëherë të shku në studime në Tiranë, dhe më thonë jam nalë. Pra ti ke mendu se amnestu për veprimet? Jo, unë jam konë të jetu aty, por dhe më thonë, ne jemi arrestu si grup, edhe jemi akuzu për ngjarje të caktume, ku diun. Gjykimi komplet ka qenë një fars edhe krye kaput politik. Po si është para burgimit në burgjet sërbe? Njëri, ajo është një ferr i vërtet, edhe nuk i kisha preferu, sidomos prej këto hipojthirrje se cilit shqiptar që ka qenë ushtari UÇK-s ose të paktën ka pas një kontribut aty, nuk i kisha preferu me kaluna për Serbi, edhe po ashtë shumë për të madhe sot kur kalojnë andej edhe ndalohen edhe dihet fundi edhe dihet përfundimi. Ju keni lindur në shtetin e Serbisë? Unë kam lindë në Kosovë lindore, në Tërnovës të Bujanovësit. Po, dhe kërkojnë djesi ona, dhe më intereson të di që sa vjetë nuk e qenë Kosovën? 2006. Prej 2006, familja e ta vitin që vjen unë i bëj 20 vjetë. Që nuk e qenë të familja jote në... Jo. Burgun e ke mbajt, pse? Jo, nuk e kom mbajt. Dhe më thënë, procesi ka vazhduar edhe pas taj. Dhe më thënë, unë jam liru edhe jam kërku prap. Dhe më thënë, derisa jam konë për 2 javë ditë veç kam nejtë në shtëpi, mas 2 javë më ka ardhë ftesa qëtër për me shku me u paraqitë. Më burg edhe kom vendos, mos me u paraqitë. A ndjen këtë rrezik të shkosh edhe në Maqedoninë Veriore? Unë jam në kërkim ndërkombëtar. Dhe më thëmë, jetoj në Kosovë, në asë një vend tjetër, dhe më thëmë, nuk muna me lëviz. Në Shqipëni, kalojmë dyqysh. Nëse dyqysh? Pse? Ju frigoheni se nuk frigohemi, na jemi ndalë. Dhe të dërgoheni në Shqipëri? Jo. Shqipëria është vend që ka obligime ndaj Interpolit, dhe na duhet me kontë vedishëm për këtë çështje. Nuk duhet me i pru në situata që ata me ardhë deri që aty, po nuk ka ndodhë dhe nuk ka me ndodhë kur që Shqipëria me dërgu një shqiptarë në Serbi. A ka ndodhë që janë ndalë, po se duhen më nalë. E qartë. Por, teksa më thua që je nga Tërnoci, më kujtua një ngjarje që ka ndodhur para pak javësh, teksa Serbia mbante paradën ushtarake, një bashkëvendasi juaj që del të jetë edhe kryetar i Bashkisë Islame në Serbi, Hoxha Necmettin Saqipi, del aty dhe në mesin e... Unë nuk kam nëjë koment. E kuptoj, por me gjitha të, në
situatën që jetë ti, që sot nuk ke të drejtë shkosh në vendlinjen tënde, në anën tjetër një bashkëpunëtari juaj i bën këtë veprem. Se cili zgjedh rrugën e vetë edhe përfaqësimin e vetë ku do me konë, edhe vendin e vetë ku do me konë. A i bie kjo që ju dhe Ridvan Saqipi nuk jeni në një linjë? Jo. Jo, Ridvan Saqipi. Në çmëtim. Kërkoj falje, në çmëtim. Jo, thjesht ai ka një pozitë atje për cilën ai mban përgjegjësi, thjesht. Apo kupton? Mirë, po ju nuk keni qenë atje vitin e arshëm i bëni 20 vjet. 20 vjet. Çfarë ju dasht ushtrisë sërbe, policisë sërbe në fakt të afrohet tek pronat tuaja dhe të bëj bastisje? Vitin që vjen, domethënë në mars, bëhet parashkrimi i veprësime. Bëhen 20 vjet dhe bëhet një parashkrim absolut me të cilën mos Serbia nuk ka drejt as të më kërkoj ndërkombëtarisht dhe as të më arrestoj më. Në këtë situatë unë kam nisë procedurat ligjore për parashkrim. Edhe kam paralajmëruar se unë do të kthehem në vendin tem. Ndoshta jo për të jetu, po për të vizitu familjen tem e vendin ku kom lind, për cilin kam shumë mall dhe është mall i papërshkrueshëm. Unë mendoj që kjo ka të bëjë pikërisht me këtë një presion që ti nuk je i dëshirueshëm as nuk ke çka lyp këtë. Dhe në fakt si e morën njoftimin se kanë bastisur pronën tuaj? Prej familjes. Çfarë kishin kërkuar? Çka donin? Kam pas informacion se unë ndodhem në shtëpi dhe kërkonin armë. Dhe natyrisht nuk kanë gjetur asgjë. Absolut jo, në shtëpi jetojnë veç 2 prindët e mi. Edhe njem keq se pse ata në këtë kohë, domethënë edhe pas kaq kohë, me i përjetu këto gjëra për shkakun tim. Ju shkojnë shpesh aty? Jo shpesh, po mundem me thonë që familja jem gjithmonë u konservem. E kuptoj në fakt një situatë e rëndë edhe për ta, natyrisht. Patjetër. Por, diçka që për vrejtët e najem, je shumë nostalgjik për vendin ku e rrit. Edhe nuk i kena rastin që me pasë shumë shpesh njerëz nga janë. Tregona pak çka të kujton mas shumëti, çka të prek mas shumëti. Nuk di ka me njësë. Domethënë, të merë malli fillimisht për sokakun, ku je lindë dhe ku je rrit. Domethënë, për lojnat e fëminisë, jo sigurisht shkonin venin e ju, ku di unë që shlogarit, e me pas venin kaq afër edhe të njëjtën kohë kaq larg. Domethënë, shtëpia jeme prej Prishtinës i ka 89 kilometra. Një mbledhi, një drek familjare, një drek e Bajramit, një Plus ajo zonë të zënë festën e 1 majit, e shumë të tjera i ka karakteristikë, se mbledhen shumë. Kanë festu, po thojnë nuk di, mo. Tani, janë shumë sene, një darsëm, një martë, dhe më thënë unë kam shok që ju ka vdek baba, ka vdek nana, edhe nuk mundesh me konë një grush dheja, po kuptan, dhe më thënë ato raste ata njerëz kanë me jetu gjithmonë gjallë, sepse ti nuk i ke pa të uvarros, po kuptan. Ka shumë sene me thonë që nuk munden me u përshkru me një emision, nësha kësh me qenë një rrëfim nuk di për një dokumentar shumë gjatë, janë 20 vite jetë, sa herë dhe me thonë të shcoptu zemra, edhe ke një malë për një rast saktum, që apo di, ke dasht me konë që aty kur janë mbledh shokët e të shkollës, edhe ta kanë shumë një fata, ta kanë që apo di, ka shumë raste. Kur jemi të shokët e shkollës, në fakt nëse fundmi kemi pa lajme se Serbia do ta bëj ushtrinë obligative dhe kjo do të jetë në situatë shumë të keqe, shumë bashkëqytetarë tonë atje, të cilët do të kushtohen që ta veshën uniformën serbe dhe mbase të vinë në provokime të tilla që ishin në një situatë të keqe. Na e dim historikun tonë me ushtrinë jugoslave. Na e dim sa shqiptar janë vrarë edhe na kanë ardhur në arkivol. Domethënë në Serbia para se me menu me uniformu shqiptarët, me i vesh uniforme e Serbisë, duhet me i hap arkivat edhe me na tregu kush na i ka vrarë djemtë tonë në ato kohë. Unë e kam pash tash, kam letëzu për këtë rast, domethënë ka qenë Natasha Kandi që e ka inicu një rast tillë, po çka më ka bërë për shtypje që vrasjet e ushtarëve shqiptar, numri më i madh nuk ka ndodhur në Serbi, po ka ndodhur në republika të tjera të Jugosllavisë. Edhe domethënë kjo ka qenë e kamufluar më mirë, edhe Serbia mundet shumë lehtë me u largu, po unë nuk besoj, edhe për këtë jam i sigurt, që ka me pas djalë shqiptari
që ka me vesh atë uniformë. Por çka nëse ta zëm është aq e ashpër gjithë gjëja dhe do duhej ta bënin këtë? A jeni në kontakt me shoktu që të cilët mendojnë që ta likin nga aty? Pra, nuk e di, kemi fol, po unë mendoj se është herët. Obligimi ushtarak në këtë kohë, kur shumica ushtrive janë bë profesionale, mu mdo këtë këtheme mrapa, po nuk besoj se prapë them, nuk besoj se ka me pas shqiptar që ka me vesh uniformën dhe mi shërbyja dhe sa i ushtërijet. Pakten, jo tash për tash. Më tha se je naturisht në proces juridik për të përgatitur gjithë dosjen, sepse si pas afateve juridike, vitin e ardhshëm parashkruhet rasti juaj. A do t'i besoje Serbisë sërish se s'do të arrestante ty? Unë nuk është që i besoj, as nuk me i besu kur, po unë kom e bëhat veprim. Do me thonë, sa po unë të marrë vendimin e parashkrimit për London... Do t'jam sysh, do t'shkash? Pa tjetër, me gjdo qmime dhe me gjdo kusht. Edhe nëse t'arrestojnë? Me gjdo qmime dhe me gjdo kusht. Sepse do të fabrikoni një akuzë të renda i të bojnë qka dojnë, do me thonë, për qëto që jam i akuzum, e i denum, e di se kjo parashkruhet, le të nisë jo një, edhe 101 tjerë, po unë ato e kom vendosë dhe e kom të kryme se kom e bo. A mund të shruhet ndonjë për aktivitetin politik që ke pasur në Kosovë? Po le të bëhet... Apo se ke ikur nga një obligim, si pas tyre? Është drejt e jemja që me ikë, do me thonë, une... Ju keni dështu të më zini? Unë kom kaluna për ferë, edhe ajo kone ditën që unë nuk kom më këthyvi më. Nëse mu veç një mundësimi i për një derë, unë nuk kom e lonë pa e provu edhe... Ki kontakte me politikën kosovare, po ki kontakte edhe me njerëz të cilët jetojnë në vendin tëndë. Edhe me njerëz, edhe me udhëhec shqiptar atje, kam kontakte. Sa janë të përkrahun, e sa janë të harrum, po janë nisën prej Kosovës, tani mujna me folje dhe për Shqipërinë, cila i ka dhe në kushtetutë. Unë mendoj që Shqipëria është dash me bo hapin e madhë, që nuk e ka bo kur. Dhe me thonë, përkrahjet për shqiptar të Luginës janë deklarative. Nuk ka pas asë njëherë një përkrahje të mirë fillt. Për qeverisë Kosovës kemi pasur një përkrahje së fundimi financiare, po ato fonde kanë shku kryesisht në militant të një subjekti politik edhe janë menagju keq. Përkrahja nuk duhet me konë për grupet interesit ose grupe politike, po duhet me konë për qytetar shqiptar, cilët Kosova dhe Shqipëria e ka obligim për me i bo bashkë. Pra, ju thënë si në kodër përkrahjes kombëtare, përkrahen grupe të caktuara për fuqizim atje, ose... Atjetër, po. Kjo ka pra një skandal tjetër. Kjo nuk është diçka e pa ditur, në me thonë në zgjedhjet e fundit, kryeministri jonë e ka përkra një parti politike. Po, ka që publike dhe kjo. Do me thonë, si rezultati saj, na sot kemi një pushtet në Bujanovës që nuk i ka shqiptarët e ndamë, do me thonë. Por në anën tjetër edhe shqiptarët janë kritikuar shpesh atje se kanë krijuar shumë subjekte politike, nuk janë bërë bashkë. E di, po dhe ata janë shqiptarë si këta këto, do me thonë nuk ka ndaj dallim tjetër. Shqiptarët janë shqiptarë, si shqiptarët e Maqedonisë, si shqiptarët, na me paskon bashkë ishim konë ndryshe, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, edhe atje. Po atëherë, do me thonë gjithmonë duhet me ekzistu zoti i shtëpisë ose vllau i madh që thotë, hey, hajde e janë, edhe për qëto, unë jam i barabartë për krejt, po jo për ty, jo ty me të tregu, këto ty këto. Dhe me thonë, del në zgjedhje, konkuroni, kush është i pari, letë ndohen pozitat, bashkohë. Këtë mundësi e kanë humbë, për mendoj shtash, njëherë ka ndodhë, ish ministri Gent Cakaj, e ka rritë me i bo shqiptarët bashkë. E vërtet, po, e vërtet. Edhe kemi pas një qeverisje shqiptare, komplet. Po. Më thonë, kur ka vullnet, bohët. Për momentin, jena të shku drejt fundit, na intereson me ditë, cilat janë 3 senet që i largojnë shqiptarët, vazhdojnë me i largu sot prej atje, prej asaj zone. A mujna me logaritë edhe këtë shërbimin ushtarak si e 4? Jo, shërbimi ushtarak hala nuk është... Jo, po them të ardhmën, si e 4? Nuk e di, nuk muj me folë, se hala nuk kemi pa kur gjithë. Do me thonë, kjo veç është, ka qenë një deklarat, nuk ka legjë, nuk ka... Po, për cilat janë 3 senet që po ju largojnë? Është situata ekonomike, gjendja ekonomike e para. Gjendja ekonomike që, do me thonë, nuk arrin me u pënsu, do me thonë, sektori publik, do me thonë, tash qka kemi edhe një sen në polici, kemi politë që largohen, ose dalin në penzion, nuk zëvendësohen. Për arsye se në Serbi politë shkojnë
me akademi policore. Shqiptarët nuk shkojnë me kry akademi policore në Kralev ose ku diun ku i kanë ata, në marrëveshjen e Konçulit, në demilitarizimin e ushtrisë shërimtare për Preshevë, Bujanovc, Medvegjë, domethënë është parapa që një filial ose një degë e akademisë policore me u vendosë në Bujanovc. Kjo nuk ka ndodhur, edhe si pasojë e saj, domethënë numri i policëve në stacionin policor në Bujanovc gjithmonë, po sot është shumë më i theksuar, nuk është në disproporcion me numrin e banorëve ose të komuniteteve që jetojnë aty. Tani, pushteti në Serbi është tepër i centralizuar. Edhe ambulantat, edhe doganat, edhe shumë sene, domethënë janë pjesë e qeverisë. Pushteti lokal ka pushtet shumë të kufizuar, pushtet shumë të vogël. Edhe numrin, edhe për punësim, domethënë qoftë doganat që ndodhet në Preshevë, në kalimin kufitar Çokar këta Banovc njëherë, numri i shqiptarëve në atë zonë kalon 90%. Njerëz që kalojnë atë kufi, domethënë janë shqiptar prej dy anëve. Fshatrat Kumanovës, edhe të Preshevës, edhe numri i shqiptarëve të punësuar aty nuk e di, është 2-3 në atë pikë kufitare. Ne urojmë shumë që të flasim të tjera fillimisht për mungesën e të lashëve ligjore me ty në raport me Serbinë dhe kërkimin që ajo ta bën tash sa përmi 2 dekada, por jo vetëm rastit tënë, por edhe shqiptarëve të tjerë të cilët maltretuan. Unë nuk jam i vetmi, unë kam edhe shok të. Absolutisht një situatë e rëndë kjo. Por si të qoftë, urojmë që herën tjetër të flasim për suksese, qoftë shqiptarëve atje, po edhe në vendet të tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Mirë atar, faleminderit. Na është ky momenti që të shkëputemi me pak publicitet, do të rikthehemi të flasim